Përshëndetje shqiptar kudo që ndodheni, më falni për vonesën, sepse po vinë shumë njerëz. Të dashur shqiptar, vërtet unë nuk kam qenë pothuaj 2 javë, kam qenë me misionin të posaçëm, siç kam qenë gjithë jetën time. Po ashtu ishe në Evropë dhe 3-4 ditë ndodha në Amerikë. Shqiptarët e mi, çdo gjë, Amerika, siç u kam thënë gjithmonë, është me ju, është me shqiptarët, dhe amerikanët nuk janë kurrë me hajdutët, me kriminalët, me vrasësit, me dy partitë. Të dashur shqiptar, regjia, të lutem, mund ta nxjerrë fytyrën e generalit, ambasadori që do vi në Shqipëri. Është një ambasador. Të dashur bashkëdhetar shqiptar, ju e shikoni dhe vetë, ambasadori është ushtarak, ju e shihni dhe vetë, është nga generalët më të njohur, lutenent general. E tha dhe vetë, unë kam edhe videot, por nuk do kemi shumë kohë, e tha dhe vetë para Senatit, se Amerika është me Shqipërinë, është me 97% siç kam thënë gjithmonë të shqiptarëve, për arsye sepse Amerika e ka deshur Shqipërinë jo sot, por dhe shekujt e kaluar. Pra, dashur shqiptar, koha është e shqiptarëve. Megjithatë, më falni, dashur shqiptar, megjithatë, siç u kam thënë gjithmonë, Amerika e do Shqipërinë sepse shqiptarët e kanë deshur me kohë. Me kohë kanë qenë emigrant në tokën e bekuar të Amerikës. Amerika gjithmonë e ka ndihmuar Shqipërinë, sepse shqiptarët, siç u kam thënë më përpara, po thoj 200 e ca vjet më parë, e kanë ndihmuar tokën e bekuar, e kanë financuar Amerikën. Pra, erdhi koha e realitetit, dashur shqiptar. Ambasadori që do vi është serioz, është ushtarak, por unë dua t'ia shpjegoj shqiptarëve realitetin e ambasadorëve amerikanë që janë nëpër botë. Të dashur shqiptar, gjithmonë ambasadorët që janë njihen në publik, por njerëzit që janë brenda në ambasadë janë shumë të rëndësishëm. Sidomos personi i dytë që jep vizat, ai është një njeri me kompetencë, është njeri që vendos çdo gjë. Këtu është përhapur në Shqipëri gjithmonë që ambasada e Amerikës ka vite që nuk ka ambasador. Këtu është ambasadore Nancy, ajo ka një rëndësi shumë të madhe, ajo është një vërtet amerikane, dikush mund të thotë, po të gjithë ambasadorët që vinë janë amerikanë. Dashur shqiptar, Amerika pranon ambasadë, ai që është i aftë, pavarësisht se ku ka lindur, pavarësisht se çfarë e ka, pavarësisht se çfarë ngjyrë ka. Por ambasadori që vjen tani, ky është një ambasador serioz, është një ambasador që e tha para Senatit që korrupsioni në Shqipëri do përfundoj, e tha me plot gojë që deri tani ka 35 vjet nuk ka erdhur asnjë në Amerikë, por lëviz dashur shqiptar që duket generali, asnjë deri më sot nuk ka erdhur kaq i fortë si ky ambasador që do vej. Senati, unë për këtë arsye ishe për 3-4 ditë në Amerikë, për çdo gjë, unë nuk kam thënë, ne jemi në dieni, dhe ne është vendosur që Shqipëria të bëhet me kufi natyror. E tha dhe ambasadori i ri që do bëhet. Po pavarësisht se ç'tha ambasadori, po të dashur shqiptar, unë që jam këtu nuk kam erdhur kot në vendin tim.
në vendin e stërgjyshve të mi, në vendin e nënës time, të babës tim, dhe unë kur kam lendur në tokën e Shqipërisë në përkampet e intrenimit. Pavarësisht. Por unë kam thënë gjithmonë, ne kemi ardhur për ta bërë Shqipërinë me kufi natyrore. E do bëj Shqipëria. Unë nuk kam thënë që nuk marr urdhër, po unë jap urdhër. Pavarësisht se kush ambasador që të vi, çdo gjë është vendosur për tokën e Shqipërisë të kufive natyror. Ju e shihni dhe vetë shqiptar të dashur në Kosovë, që është krahina e Shqipërisë, Dardani, pra ka 2-3 vjet ata janë zgjedhur dhe përsëri nuk e bëjnë dot qeverinë. Arsyeja është, dashur shqiptar, pa ngritur flamurin Shqiponjën, dy krenare, nuk ka qeveri në Kosovë. Qeveria në Kosovë që do bëhet për një kohë të shkurtër, sepse ne do bëjmë bashkimin e Shqipërisë. Ju e patë edhe vetë shqiptarët e Dardanit të Maqedonisë, të Shkupit, u ngritën studentët. Kurse studentët e Shqipërisë janë në njëhije dhe presën si të shkojnë për te detit, të lajnë pjatat e Evropës. Tu hedhën pasaportën poshtë, këta i kanë detyruar studentët. I shikoni dashur shqiptar studentët e Maqedonisë, e Maqedonisë të Aleksandrit, e Maqedonisë të vërtet të shqiptarëve të Dardanit. Pra, erdhi koha e realitetit, studentët e Shqipërisë duhet të zgjohen, sepse studentët e Shqipërisë janë të zhgënjur nga të dy partitë. I kanë zhgënjur kur janë në vitin e parë, të dytin dhe të tretin, dhe në vitin e 4 një gënjeshtër të madhe u japin, një do t'u japin punë, vitin e 4 ta largohen nga Shqipëria. Largohen nga Shqipëria sepse dy partitë asnjëherë nuk kanë patur njerëz të aftë, po gjithmonë kanë afruar njerëzit më të paaftë, më familjet më të ulta. Dikush mund të thotë, mirë më Pilinçi, po na ofendon, po të dashur shqiptar. Ka 35 vjet që 3% kanë ofenduar 97% të shqiptarëve. Unë duke erdhur nga Amerika, dashur shqiptar, më dual shumë njerëz përpara dhe më fol me dorë në zemër dhe më thanë, mirë more, Pilinçi, unë jam 75 vjet, më tha një person nga Dibra e Madhe, me lot në sy. Unë tha, kam 60 vjet në Amerikë, i kam doktor e inxhinier fëmijët, nipra kam plot, ato shoh një ditë të bardhë edhe unë, a do marrë unë pasaportën shqiptare? Përgjigja ime ishte pse nuk e keni pasaportën shqiptare? Jo, tha, nuk ma japen pasaportën shqiptare. Nga Dibra nuk i japen pasaportë shqiptare. Unë i kam thënë ati zotniut, e janë në zyrë dhe ne me njëre bëjmë që të marrësh ti pasaportë shqiptare. O shqiptarë, ku do që ndodheni, ja qa u bëjnë shqiptarëve. Shqiptarëve nuk u japen pasaportën, kur një racë të zezë, një pis nga New Yorku, e mori pasaportën brenda 2 orëve. Shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë, të Dardanit, që duan të marrën në shtetësinë shqiptare, nuk u japin. U kanë marrë nga 5.000 deri më $10.000, i kanë tallur. A është kjo Shqipëria? Jo. A është demi gjithmonë që është krijuar nga tirania, që vuajnë shqiptarët e Maqedonisë e të Kosovës? Gjithmonë tradhtia është bërë në Tiranë. Për këtë arsye unë kam thënë tirania. Të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni. Arestimet, Spaku mua po më dëgjon, Spaku t'i vajti letra ka 2 ditë nga Amerika. Spaku të më dëgjoj me vëmendje, nuk ke më kohë Spak. Puna jote është të përfundoj mosh arestimet. Edhe generali e tha para senatit, Spaku paguhet nga Amerika, si që kam thënë unë. Është financuar nga Amerika. I kanë marrë mësim nga Amerika. Osa erdhë 4-5 veta të Spaku. E kanë firmosur në Amerikë që do zbatojmë ligjin, pik për pik, deri më sot, sidomos kryetari i ri, Zoti Ibrahim.
s'ke bërë asgjë. Nëse ti nuk fillon arrestimet këto ditë, siç të ka dhënë urdhër Amerika, nuk të ka dhënë urdhër për të arrestuar njerëz të kot, po të ka dhënë urdhër sepse SPAK-u nuk shkruar dashur bashkëdhetar shqiptar për raje e për vjedhje, po është krijuar vetëm e vetëm për dy partitë, është krijuar vetëm e vetëm për 35 vjet për ish presidentat e Shqipërisë, ish kryeministrat e Shqipërisë, ish kryetarët e Bashkisë të Shqipërisë, ish kryetarët e Komunës të Shqipërisë, ku ndodhen drejtora, ata duhet të arrestohen për arsye se ata kanë vjedhur. Në përburgjet e Shqipërisë janë plot Korç, Fier, Durrës, këtu në Tiranë, ku e keni Ilir Metën. Me çdo vend dashur shqiptar janë në burg vetëm e vetëm për një cigare, o për një hashash, o për një dritë. Pra, të lutem regjizori, mund ta nxjerrni një foto të një ish prokurori i Shqipërisë, të dashur bashkëdhetar shqiptar, 35 vjet. A e shihni këtë fytyrë këtu? Ka qenë prokuror të dashur bashkëdhetar shqiptar. Ky ka qenë prokuror në periudhën kur vran 4 veta në bulevard 21 janar. Karoxhi, e ka. Prokuror Karoxha, më duket. Karaxha. Prokuror Karaxha është ky këtu. Është kundra SPAK-ut. Po çfarë tha dije ky zotnia të dashur bashkëdhetar shqiptar? Dhe lexoni edhe vetë. Kryetari i Bashkisë të Tiranës, Velia, duhet lirohet të shkojë në shtëpi. Po mirë more prokuror Karaxha. Ke qenë prokuror. Ky ka qenë prokuror dashur shqiptar. Po ti thot publikut për çfarë arsye hoqën nga prokuroria? Për çfarë arsye ka hotel e vila? Ky njeri ti tregoj shqiptarëve se si ky janë shumë, po unë zura këtë për arsye se dije ky të po del në televizor, çdo televizor 24 orë nuk ndahet nga televizor. Hedh vrerë, të mos arrestohet Velia, të jetë i lirë, të mos arrestohen Balluku, që kanë vjedhur miliona dollar. Po këta dashur shqiptar kanë lyer gishin, si i themi ne shqiptar. E ka futur gishin e parat. Po unë po e them këtij Karaxhës, si ky, të presin hekurat minuta a minuta. Ai burgu që janë për Shqipëri do mbushet me këta prokuror, ish prokuror, me këta ish kryeministra, me këta ish ministra, ish zvendës ministra. Ta kanë vjedhur ju dashur bashkëdhetar shqiptar. Mua më ka bërë një përshtypje të madhe parmbrem, erdha nga Amerika, mbi 70 veta ishin në Vjenë, që vinin nga Amerika emigrant. Të dashur bashkëdhetar shqiptar, këta emigrantë që punojnë duan të vinë sa më parë në tokën e Shqipërisë. Këtu është përhapur në Shqipëri gjithmonë, të dashur shqiptar është përhapur këtu dhe i quajnë diasporë. Unë nuk e them dot, po vetëm shkurtimisht u a them shqiptarëve, diasporë është fjalë shumë e rëndë. Të dashur shqiptar, ka 200 e ca vjet që shqiptarët qushim mërgjimtar, qushim në kurbet, ata janë emigrant politik. Me 90 dashur bashkëdhetar shqiptar, kur hynë për ambasadat, se harroj kur korrikun 100, 200, deri më 5 që hynë për ambasadat, ata ikën, po thuaj 1 milion e ca, hypën në për vapor, ata janë emigrant politik. Nuk janë diasporë të dashur shqiptar. Diasporë, le t'i quhen
italianët, francezët, ku duan të shkojnë, po ata quhen emigrant. E janë emigrant politik, edhe këta të rinj që kanë ikur ka 35 vjet, po u them studentëve që kanë mbaruar vitin e 4 më përpara, jo tani, janë emigrant në për rrugët e Evropës. Janë përzën nga Shqipëria. Këta emigrant të dashur bashkëdhetar shqiptar duhet kthehen në tokën e tyre. Po këta si kanë pranuar. Unë të kaloj pak në dy partit. Unë nuk kam thënë të dy partit. Amerika me punën e saj i shpartallovi të dyja, i leminovi. Sepse shqiptarët nuk besonin, sepse i votonin të dy partit, e dini që Partia Demokrate ishte vërtet Parti Demokrate, po ajo si ishte Parti Demokrate, ajo ishte parti anti-shqiptare. Ju e pat edhe vetë shumë antar të Partisë Demokrate ishin, ish pronar, ish të burgosur politik, që nuk muar asnjë lek, sepse duhet të minin 5.000 dhe më 8.000, 5.000 duhet minin të intrenuar në vit, dhe 10.000 duhet minin të burgosurit në vit, që si kanë marrë parat akoma. Po kush i mori parat? I mori parat fëmijët e ish kryetarëve të komunistave, e ish të Enver Hoxhës, të Mehmet Çeut, të Ballukut, që ata nuk kanë hyrë për politikë në burg, po ata hyrë në burg për çështje karrike. Pra, ju shini dhe vetë djemë të tyre, si një Spartak Ngjela, që thot jam avukat, dhe thot, Dori Edi Rama thot, edhe vite të tjera. Thot, kam qenë për politikë. Këta nuk kanë qenë për politikë dashur shqiptarë. Unë e zura në gojë vetëm Spartak Jelën se e njoh fare mirë, e di kush është, por aman, fillon dhe flet që mua më kanë thënë Amerikanët e di këtë që a i s'di asgjë. Të dashur shqiptarë, mos i dëgjoni televizorët se të gjithë janë, këtë fjalë e ka mësuar këtu në Shqipëri, mashtrus. Të tërë janë mashtrus. Nuk din asgjë, edhe spaku nuk i di se shbën njëri me tjetrin. Dalën disa gazetarë, të quajtur gazetarë, të emëruar, që deri në kohën e Ramis Aliut kanë qenë spionat e tyre dashtënorët e Ministrisë të Brendshme. Ata janë shpërndarë në për gazetari, ata i kanë emëruar qëllimisht që ti çorentojnë shqiptarë. Të gjithë televizorët, pa përjashtim, do mbyllen, do japin llogari, dhe ata nuk janë bosat e tyre. Si për shembull televizori Klani, që është quhet një jam Aleksandri, thot, jam bosi televizorit, që nuk është e vërtet. Aty i kanë gjithë spionazhi dashur shqiptar. Pra, erdhi koha e shqiptarëve të ngrihen, jo të ngrihen për luftë, se këto dy partit dashur shqiptar nuk e kuptojnë. Këta duan rrëmujsim në theshtatën, po më po më them hapur. Në theshtata iku, po do vi një në theshtat tjetër, jo për të vrarë shqiptarët, po për të sulur shqiptarët, ku i kanë parat e ku kanë vjedhur këta të quajtur pronar, këta të quajtur milioner. Pra, shqiptarët kanë arritur atje ku s'mban më. Shqiptarët janë pa bukë, pa fëmijë. Shqiptarët janë të shpërndarë në përbot fëmijët e tyre. Të rinj, të reja që janë në Tiranë e në gjithë Shqipërinë, në moshët 35 vjeç që janë pa martuar, se nuk kanë shtëpi, nuk kanë hyrje, nuk kanë rrogë, sepse nuk i mbajnë në punë, i provojnë nga një muaj dhe i përzien nga punë. Pra si mund të martojnë? Këtu janë me miliona hyrje dashur shqiptar, që quhen kulla. Apartamente që janë me 20 kate, ato do t'i kthejmë në apartamente familjare. Dashur shqiptar, disa ditë më parë, këtu kanë erdhur grekët. Të më dëgjoj mirë me vëmendje greku, kryeministri grek. Dëgjoj kryeministri grek. Do të njaj më keq se ytat e se jushi tënd. Ti para ca kohë erdhe me i sharlatane,
e quajtur ambasadore e Amerikës në Greqi. Erdhi me minifund në orën 12 të natës. Unë nuk ishe kohë në Amerikë për 3-4 ditë, që unë ka 2 javë që kam ikur, po unë ishe në për Evropë, ku dushe për të qenë, e grek erdhe me ambasadoren, more para dhe Edi Rama më 12 të natës. Që ambasadorja amerikane në Tiranë është Nancy. Nancy as e priti, as ju afrua afër. Erdhi për së dyti të dashur shqiptar. Ajo është për një gjyq tashi, nuk na intereson ne, por them ne, unë jam në Amerikë dashur shqiptar. Nuk jam sot në Amerikë, unë jam gjyq stërgjyshi në Amerikë. Jam në vendin e dur, ajo është gati për arrestim. Ajo është në verifikim. Jo vetëm se ka vjedhur para në Shqipëri, po ajo ka marrë dhe para në Amerikë dhe ka shpezuar për veten e saj në Greqi. Sidomos kryeministri grek. Mendojnë që të marrë gazin e Shqipërisë, naftën e Shqipërisë, mendojnë se do t'i mirte dhëndri, do me thënë djali i presidentit të Amerikës, të mirte naftën dhe gazin e Shqipërisë në detin tonë. Me një sharlatane që erdhi si ambasadore, që s'kishe drejt të hynte në tokën e Shqipërisë, ajo ishte caktuar për në Greqi. Bilem Senati është në verifikim dhe zyrat qendrore janë në verifikim për atë, dhe unë i themi Edi Ramës, sa para i dhe Edi Rama do të dalë në përhund dhe do të paguash në përburgjet e Amerikës. Pra dashur shqiptar, gjithë propagandat janë hapur. Jo sa zan do të mirte vajza e presidentit, unë nuk kam thënë që më para, unë flas me shqiptar hapur, troq dhe qartë. Nuk flas mbrapa krave. Nuk jam mësuar si bolshevikët që mashtrojnë dhe gënjejnë, vinë këtu për shkatruar Shqipërinë, për dëmtuar shqiptarët që kanë mbushur këtu me të zi, me spanjoll, me indian. Të dashur shqiptar nuk do ketë këmbë të huaj në tokën e Shqipërisë. Po përsëri ta filloj prap me ambasadoren që është në Greqi. Ka erdhur këtu për të bërë dallavere. Ashtu si që erdhi çupa e presidentit, të mirte Sazan. Dhëndri presidentit një hajdut si familje. Baba i tij hajdut dhe ka qenë në burg në Amerikë për shumë vite. Pra të dashur shqiptar, ka një rregull në Amerikë, as i intereson, dhe presidenti a ditë që u bë gjithë pasurinë që kishte ja la fëmijëve. Nuk ka të drejtë të hyjë në tokën e tjetrit të marrë pasuri, sidomos në tokën e shqiponjave, që këta flamur që valviten këtu, kjo toka e Shqipërisë së dashur shqiptar është larë me gjak. Edhe këte u takon shqiptarëve. Çdo centimetër, çdo milimetër të tokës Shqipërisë do të kenë shqiptarë dhe asnjë të huaj. Shqiptarët e kanë vendin në burg, dashur shqiptar. Erdhi koha, spak, më dëgjoj me vëmendje. Nuk keni rrugë tjetër. Pavarësisht se keni vjedhur, do të thoni pse na thua kemi vjedhur. Sepse bërë spaku të dashur shqiptar të enten për të enten të henën, është bërë përpara demonstrat, bëhet para spakut qëllimisht. Del Berisha e i thot spakut ti hajdut, ti ke pallate, ti ke hotele, ata në heshtje. Del Dhëndri Berishës, ti njëjtin, a e spak. Brenda spakut dhe jashtë spakut, ti ke të drejtë të mos lesh as njeri të flasi. Po ata po flasën për kryetare spakut, ish kryetare spakut, Dumanin, i thonë hajdut Duman. Unë të thash para se ti kje në Amerikë, të thash dil dhe thuaj realitetin. Je vërtet hajdut? Je vërtet që ke marrë pallate? Sepse ti me rrogë nga Amerika,
merr gjakun e taksave të Amerikës. E nëse një person merr $1 të Amerikës, i del në përhundët. Spak e dëgjuat edhe vetë kur generalin që foli për Spakun, që Spaku varet nga Amerika, Spakun e paguan Amerika, ky generali që shihni juve, pra të dashur shqiptar, erdhi koha e realitetit. Nuk kam kohë. Unë nuk kam thënë, qeverinë teknike e kemi kryuar, dhe Pilinçi ka të drejtë në tokën e tij të bëjë çfarë t'i doj qefi, sipas rregullave të shqiptarëve, sipas rregullave të kanunit, jo sipas ligjit të këtyre. Ky ligj që kanë këta, e këtë program që kanë këta, e këtë kushtetut që kanë bërë këta, që e kanë bërë të dashur shqiptar që në vitin 90, pavarësisht se e kanë nxjerrë në 92. Ky program është bërë për të vrarë shqiptar, për të eliminuar shqiptar. A i shihni të dashur shqiptar, shumë mosha të vjetra, fëmijët e tyre, niprat e tyre i kanë jashtë, nuk i kanë parë, por aman, mbas 2-3 muaj i kanë gjetur në shtëpi të vdekur. Pa bukë, pa ujë, pa ushqime. A i shihni dashur shqiptar si është bërë nafta në Shqipëri. Kurse nafta, gradis, kalon nga Fieri në tren duke shkuar për në Vlorë. O shqiptar, unë e di dhe më keni thënë dhe do tjetë e realitetit, do bëni gjyq popullor të gjithë këtyre hajdutëve, të gjithë këta që kanë tratuar kopin e Shqipërisë, të gjithë këta që dalën për televizor të quajtur jurist, avokat, të quajtur analist, gazetar, këta e kanë vendin në burg. Të gjithë do konfiskohen dashur shqiptarët, e familjet e tyre dhe fëmijët e tyre. Për arsye se kanë vjedhur tokën e Shqipërisë, kanë vjedhur gjakun e shqiptarëve. Shqiptarët nuk kanë parë një ditë të bardhë, 46 vjet me regjim bolshevik, 35 vjet me regjim duke vjedhur shqiptarët, duke a marrë pasurinë që e kishte bërë me gjak gjyshi Estër Gjyshi, duke marrë pasurinë e duke shitur të tjerëve grekëve, e duke shitur francezëve, e duke shitur gradis, se po them duke shitur, po dhe dhenë gradis sërbëve, pra shqiptarë. Unë nuk u kam gënjur ju, unë kam folur realitetin, por vërtet është vonuar, dushe para 6 muaj të bëshin qeveria teknike, të bëshin zgjedhje të reja, me 80 deputet, 41 senator dhe me president. Dhe kjo do bëhet, por shqiptar kjo nuk bëhet vetëm me ministrat që unë kam zgjedhur. Është një rregull në Amerikë dashur shqiptar, ai që është mizoti i zëvendit. Mund të zgjedhet një ministër brenda 1 muaj, 2 muaj, del një më mirë e zëvendëson me njëherë. Erdhi koha e realitetit të shqiptarëve, erdhi koha e atyre që kanë diploma origjinale, që kanë mbaruar shkollët në për universitetet më të njohura. Ata sot janë pa punë, ata sot janë në mërgim, pra dashur shqiptar, mos e quani njëherë se u tallën kur u thon diasporë. E keni dëgjuar edhe vetë vinë disa nga Amerika, nga New Yorku, që deri dijes kishën bukë të hanin, që janë dembela, janë parazit, bolshevikët janë parazit, kurse sot kanë hotele me 30 kate. Po kush i ka këto hotele? I kanë partia e quajtur e Berishës, e quajtur, se s'është e partia e Edi Ramës. Këta kanë financuar paran, këtyre u ka dhënë parat dashur shqiptar, i kanë përhapur në për Amerikë, në për Evropë, si gazetar, si analista, për të përqarë shqiptarët. U vetëm i shembull të bëj realitetin. Kur unë kam vajt në Amerikë dashur shqiptar, më 75-ën që kam filluar punën, pash shumë shqiptar emigrant që ishën arratisur,
një përqindje shumë e vogël, kishte hotele, kishte restoranta. I pash që ata nuk dinin as gjuhën shqip mirë, as gjuhën engleze, gjuhën amerikane. Ishin me hotele, ishin me vila, ishin me uzmeqarë spanjoll. Por ditën që u prish komunizmi me 90-ën, deri me 92-shin, të gjitha që ishin në Amerikë, që i njoh emër me emër, po s'është nevoja t'i them, se fytyrat e tyre u njojtën, hotelet, vilat e tyre u marë, arritën dashur shqiptar, nuk ishin para për të varrosur. Sepse shqiptarët punonin 46 vjet në regjimin bolshevik, në për kooperativa e ferma si Slev, parat e tyre kalonin për spionazh në për Evropë e në Amerikë. Për të përqarë shqiptarët, pavarësisht se ne ishim dy parti, po ishim të afruar njëri me tjetrin, balli kombëtar dhe legaliteti. Ishin njerëz të aftë, që ku ishte puna demonstratave, mblishin bashkë, ku ishte puna e vdekjes, mblishin bashkë e dasmave. Pra, këto 35 vjet dashur shqiptar, jo miliona, po biliona dollar, këta dy hajdutët. Ishte Nanua, e Zvëncovi, Edi Rama, ish Berisha, Berisha, deri minutën që ai do arrestohet, sepse ishte kontrata, ta kanë financuar dashur shqiptar, jo miliona, po biliona dollar, si që thash, një i quajtur gazetar, që thot kanë vajtur më 200-300 shtete, punon në televizorin Klanin, jam thot be, jam pasunik, jam milioner, vete në New York, televizor, gjirë restorantat me 30 kate hotelet që kanë në Amerikë nga 9 vjet, 10 vjet, këto janë para tuaj dashur shqiptar. Janë parat e këtyre i kanë shpën, mendonin se do t'i kishin, i kanë financuar, janë në përndërtime, kanë hapur real estate, e disa nga real estatet kanë erdhur nga Amerika janë këtu në Tiranë, pra dashur shqiptar, dhe gjithë pasuria që ndodhet në përbot, hotelit, sidomos djali ish presidentit Rami Salis, ai do konfiskohet. Të gjithë dashur shqiptar, ju e keni marë, sidomos ai Karanja, mund të nxjerrësh një herë prap, të lutem, ai Karanja, si në përbuz, thot, a do bëhet qeveria teknike, ka ardhur një pilo, unë nuk quajm pilo, unë jam gjysh stërgjyshi i familjes Patriot, jam një që ka mbaruar shkollat më të mëdha në Amerikë, jam një person që nuk ka marrë urdhër do njërë kur, po jap urdhër, jam një person që do bi Shqipërinë me kufina terrore, kurse një fytyrë si ky, një hajdut, ish prokuror, u vranë 4 veta në bulevard, 4 veta pa pik ujë në gojë, pa një ushqime në vrarë, e në kohën e Hitlerit nuk të vrisin, po mos kishe ngrënë. I vrave dhe ky ishte prokuror që i nxori fishek pa dënuar. Që plumat binin nga zyrat e Berishës, nga taraca e Berishës, vrisin njerëz shqiptarët, edhe nuk u lak fare. Dhe thot ka ardhur një pilo, apo ka ardhur një thot i moshës të vjetër. Pra shqiptar, këta u kanë mashtruar juve. Këto fytyra u kanë vjedhur juve. Këto fytyra u kanë marrë pronat e gjyshëve tuaj që kanë blerë me flori. Këto fytyra janë që janë po vriten njerëzit në Malësi, në Dibër, në Kuks, në Tropoj, në Mirdit.
Hasmëria kudo. Këta e kanë futur hasmëri, që t'i vrasën shqiptar, sepse mendonin që do t'i marrin parat duke vjedhur. A i shihni televizor, dashur shqiptar, të quajtur analistë dhe gazetar, dalën dhe flasën kundra Spakut, dalën dhe flasën pse t'jetë në burg, Ilir Meta duhet të gjykohet nga shtëpia. Pse e bën sot që në mëngjes ishën mbyllur 3 gjyqtarë, unë dola urgjent për 3 gjyqtarët që dola, të dashur shqiptar, ishën ndërmend ta lironin kryetare e bashkisë Erion Velin. Sepse kur mbyllen me një dhomë, nuk vonohem tepse gjysmore një orë. Plani ishte bërë që para se dalësh në gjyq, para se t'i bjesh qekanit. Pra ishën 3 gjyqtarë, një zonjë edhe 2 zotni, 2 gjyqtarë. U them zotni sipas rregullave. Pra unë lajmërova urgjent se ata kishin ndërmend të lironin Velien. Dola një intervistë para se ata dilin 2-3 orë. Dhe u thash atë që shqiptarët e kanë dëgjuar. Dosjet e tyre u hapën sot, për arsye se ku i kanë marrë diplomat, çfarë pasuri kanë, po më në fund e lanë përsëri Velien në burg. Pra shqiptar, dilin gazetar në për televizor e ishin debetuar si ky zotniut që dije, ka dalë në televizor që dije, dhe ka thënë të njëjtin që kryetari i bashkisë duhet të jetë i lirë. Pse të jetë në burg? Le ta paguaj. Po ku gjeti para? Se në Amerikë, dashur shqiptar, nëse ti arrestohesh, nëse ti paguan $1 milion, sipas krimit që ke bërë, ti je në shtëpi izoluar dhe vete kur të vesh në gjyq kur bie radha. Por ato janë para me djers që kanë bërë. Kurse këta kanë vjedhur milionat e dollarëve, edhe thot Velia, për shembull, unë t'jap thot $20 milion. Ku gjeti e parat? Ai deri dijes kishte prek. Ai kur më ka ardhur mua më 2005-ën, më ka ardhur në zyrë, kam qenë me emision, jo me çështje partie, ka ardhur me atlete edhe me sandalle të grisura. Pra, ka vjedhur tër Tiranën, e ka bërë beton Tiranën, e ka shkatruar 120 e ca mijë hyrje që i mban Tirana e nuk ka jep njerëzve të rinjve e të rejave që duan të martohen e s'kan shtëpi. Pra, dashur shqiptar, unë mora vesh para 2 ditëve që ka ardhur kryeministri grek. Kryeministri grek, dashur shqiptar, ka erdhur këtu e gjoja të marrën ujrat e Shqipërisë, e gjoja e kanë hedhur në gjyq bashkë me Ramën, i bim planet në Hag, që të marrën territorin ton, vendin e ujrave, atë vend që para ca viteve ju e mbani fare mend, ministër ishte Lulzim Basha dhe kryeministri ishte Berisha, dhe motre këtij kryeministrit ishte ministre e jashtme e Greqisë, e bën pazar për t'i dhënë deti. Ishte për të qare, për të qeshur. Ne shikonim çdo gjë. Pra, gjykata e anulloi. E gjykata mos anullonte, ne nuk le limi. Po ka ardhur kryeministri, unë po lajmëroj kryeministrin grek, unë të njoh fare mirë. Kam njohur do me historinë e familjes tënde, gjyshin, babën tënd, e di mirë historinë, si u bën kryeministra dhe si i gjeti sëmundja. Se kur gjen nga një sëmundja, kur bët dëm, Zoti t'jepë sëmundje të keqe. Kryeministri ka ardhur këtu, mos hajde më. Po të vish ti, mbaj më të fjalë po të them, unë të kam për të hequr zvarr në bulevardin e Tiranës. Po aman, e peqa u bën mbrëm, e parë mbrëm. Turqia, të dashur shqiptar, është bërë gati për të goditur Greqinë. Sepse ne kemi qamërinë. Të dashur shqiptar, unë po shkoj drejtje në sytë.
Ne nuk pyesëm as për Grekun, e as për Serbin, e as për Francën. Ne jemi zemra Amerikës. Amerika, njerëzit më kryesor janë shqiptarë. Bushi ka qenë shqiptar, i biri që është sot është shqiptar, dhe i biri tjetër do bëhet president. Ish kryetari i bashkisë të Floridës. Unë i them Grekut rriurt, sepse ke përhapur ke sjellë një rrugaç të quajtur deputeti i Evropës, që ka qenë në burg këtu një vit, që vravi një oficer dhe një ushtar në kufi. Grek rriurt, sepse shqiptarët janë në Greqi, janë Arbanitos, po ne kemi 1 milion shqiptarë. Unë nuk kam thënë ju më 2005 që rrini urt, që ne ka letroj se kemi brenda në Athinë. Ne kemi 1 milion shqiptarë. Le që ne të tjerët jenë bërgati, si që thash, Greqia e di mirë ka 2 ditë nuk pejse gjumi. Avionet e Turqisë kanë zoptuar Greqinë. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar që lufta e tretë dohet e paparë. Disa nuk besoni. Do shpërndahet, do përhapet në lindjen e mesme, është me minuta. Do përhapet edhe në Evropë, po jo në tokën e shqiponjave. Qëllimi i luftës është, unë e kam thënë hapur dashur shqiptar, është dëmtimi atyre që ne na kanë dëmtuar dhe është bashkimi i Shqipërisë me kufin natyror. Demonstrata që u ngrit në Maqedoni u organizua nga ne, nga Amerika. U ngritën këta studentë që ishini juve. E pra, a nuk u vjen zor ju studentët e Tiranës? A nuk u vjen zor ju prindrit e studentëve të Tiranës? Shko pra Dardani, shko pra shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e realitetit që kanë luftuar me sërbët, kanë luftuar me shpatë, me armë, luftojnë çdo ditë dhe nuk i lën kanë të bëjnë shkollën provimet në gjuhën shqipe. Po e di kush e ka fajin shqiptar? Jo kryetari, kryeministri Maqedon. Ai thotë jam shqiptar. Fajin e kanë 3 partitë që janë në Maqedoni, që kanë qenë ministra, zvenc kryeministra, ku janë? Ata me njerë të blokojnë parlamentin, po nuk është shkaktari i dashur bashkëdhetar për të dhënë provimet në gjuhë shqipe, jo. Shkaktare është për të bërë Shqipërinë me kufi natyror. Për të bashkuar Shqipërinë, erdhi koha e jonë. Erdhi koha e shqiptarëve, erdhi koha e 97% të shqiptarëve të shohin një ditë të bardhë, të jenë në tokën e tyre të gjyshve stërgjyshve, të kthehen emigrantët që kanë 35 vjet në për rrugët e Evropës, e kam fjalën në për rrugët, do me thënë punojnë, po të kthehen në tokën e tyre, të hapën tregtit në tokën e tyre. Edhe jo të na vinë këtu indian, e Pakistan, e Zezak, po e them Zezak, pak më intereson. Të vinë këtu, vinë qëllimisht dashur shqiptar. Vinë qëllimisht për të përzierë shqiptar, për të ulur vlerën e shqiptarëve, moralin e shqiptarëve, për të erdhur për të martuar, e për kaq vite si që bim planet ata, i ben planet, por aman dohan kokën e tyre. Unë u thash, edhe në Kosovë, ka 2 vjet e gjysmë që bëhet qeveria, po bëhet më 2-3 muaj, jo. Po unë su ngrita e flamur. Qeveria nuk e ka ngritur asnjëherë. Parlamenti se ka ngritur flamur.
Kurse populli i Kosovës, në për rrugët, në për shtëpitë, emigrantës Zvicër, kudo janë Kosovarë, në Amerikë, e mbajnë flamur në makinë, në shtëpi, në qati, kudo. Kurse qeveritarët nuk e duan flamurin shqiptar, po mbajnë një flamur me ngjyrë serbe dhe me ngjyrë greke. Shqiptar, thirrja ime është erdhni sa më parë. Erdhni për të zënë vend. Erdhni për të thënë botës se ne shqiptarët jemi gjallë. Erdhni, Amerikën e keni me vete. Jo 90%. Mi për mi, 100%, si që themi ne shqiptarë 100%. Amerika është brenda. Me çdo kodër, me çdo vend. Nuk është NATO-a, është ushtria amerikane. NATO-a, të dashur bashkëdhetar shqiptar, gjenerali NATO-s para një vite gjysmë u ka thënë, i tha publikisht të botës, sepse çdo njeri që do bëhet lufta, që e dini që do beshe, të mbroj vetë. Pra, e Greqia është në NATO, por Turqia nuk pyet. Turqia është bërë gati. Zjarri është afruar afër Greqisë. Pra na erdh ka greku këtu, po i lumtë se unë nuk ndodha, unë i kam thënë, e po i them tani, mos kryeministri grek, se ke gjakun shqiptar, se ke vjedhur shumë në Greqi, je një nga hajdutët më të mëdhenj, jo të Ballkanit, po të Evropës. Si familje ke vjedhur shumë. Pra, mos fut hundët. Mos hajde me një të quajtur deputet. Unë po i them Edi Ramës, për këto kohë që është të shkurtër, kryeministër, Edi, nëse ti nuk e arreston atë deputetin që vrau 2 ushtarët, e që ka filluar të bëjë revolt në Saran, në Himar, duhet të arrestojmë. O për ndryshe, ne do të arrestojmë. Unë kam thënë, ne kemi fuqinë, praq. Policia është me shqiptarë. Drejtori i policisë, unë të thash para se shkonje me misionin tim në Evropë, e 3-4 ditë në Amerikë, kam parë më disa templa, do më thënë kishat e Izraelit, të quajtur kisha, po nuk janë kisha, kam parë fuganat e policisë, kurse sot pash vetëm një makinë policie të bardhë. Mos i dërgo policat, mos merr urdhrin e Edi Ramës. Policat janë pa ushqim. Policat marrën nga $600 në muaj. Mos i përzi policat me ata. Ata nuk janë kisha, kanë ardhur për punët e tyre. Po këtu nuk kanë vend të huaj. Kjo toka është e shqiptarëve. Shqiptar, u po them shumë gjëra që erdha nga Amerika, do bëj Shqipëria me kufi natyror. Spaku nuk ka me afat. Byroja kombëtare duhet fillojnë arrestimet urgjent. Balluku duhet ishte arrestuar me kohë, pamarësisht se ajo ka miliona $, edhe do të përdorte të njëjtën si ish kryetari Bashkisë të Tiranës, që ka një javë rresht që thonë kryetari Bashkisë do lirohet, do shkot i lirë. Të gjitha ata fytyra gazetarë që thash më para, të quajtur jurist, të quajtur analiste gazetarë, pse mos jeti lirë kryetari Bashkisë? Pse ty në burg Balluku? Pse ty në burg Balluku? Sepse të ka dhënë para ty, sepse jeni të lidhur bashkë, sepse ka vjedhur shqiptarët, ka vjedhur aeroportin e Vlorës, tunelin e Vlorës, që është pa qimento, është pa hekur, aeroportin e Kuksit,
Çfarë nuk kanë vjedhur këta? Rrugën të quajtur rruga e kombit, që është gropa, që kanë vjedhur miliona dollar. Lulbasha mbi 260 milion dollar. Pra, që deri dje Lulbasha me një tiket që apren shkovi në Holland, gjoja domine në universitet, por nuk gjeti universitetin, po gjeti një klub danse. Pe aty ka vajtur në Serbi. Agent kundra Kosovarëve. A e mbani mend për një shtëpi të verdhë, që si ishte e vërtet. Pra dashur shqiptar, këta u kanë vjedhur. Ju e patë vetë përfundimin e Berishës. Ne domim që Berisha të thoshte jam kryetari. Sepse ai ishte kryetar. Sepse ai është emëruar. Edhe përfundimi u erdhi. Por aman, përsëri do kaloj ke spaku. Që ta di shqiptarët. Në spak nuk kanë të drejtë. Kanë të drejtë të hynë brenda edhe kanë drejtë daljen jashtë. Por nuk kanë të drejtë në tokën. Është toka e paguar nga Amerika. Quhet spak. Asnjë vend të botës nuk ka spak. Është krijuar qëllimisht për të arrestuar, për të konfiskuar dhe për t'i dhënë parat jo këtij shteti do bëhet i ri për t'i shpërdar shqiptarëve. Lek për lek t'u jepin shqiptarëve, e që ndarkat e fundit. Për t'u dhënë pasuri shqiptarëve. Po jo aman. Kanë vajtur, i dërgojnë policat dhe u prishin shtëpit dhe kërkojnë të ngrenë vila e hoteli. Jo dashur shqiptar. Këta të i quajtur oligark, këta nuk janë oligark, po këta janë agent. Spalo spion. Spion pa shkollë. Spion që kanë dëgjuar prindrit e tyre në përdritaret e në përvrimat e qelsave të kyçave, që i fusin në burg njerëzit. Unë po u them fëmijëve të baballarëve tyre që kanë qenë në burg për politikë, që s'kanë marrë një para deri më sot. Dashur ju të rinj, që keni vojtur për kampet e trajnimit në përburgjet. Do t'i mini një nga një parat që u kanë mashtruar, u kanë gënjur, do t'i mini t'i gjitha. Çdo njeri që ka patur pasuri, pronën e tij, do të marrë. Nuk ka demokraci në botë të dashur shqiptar pa pronën personale. Është prona. Kur s'ke pronë, nuk e asgjë. Kur s'ke pasuri, ti nuk je i atij vendi. Pra vendi ton ka 85 vjet që e kanë shkelur, e kanë shitur dhe janë tallur me shqiptar. Shqiptar, zgjohuni. Zgjohuni eni se m'parë. Mos u vi zor se keni qenë në partinë e Berishës. Ju e pat edhe vetë ditët e fundit që Berisha votoi kundra Berishës. Domethënë një Berish ishte, e hidhte kutin, po këta dashur shqiptar këta s'kan turp. Sepse në kohën e Ramizit janë zgjedhur të gjithë kryetarët e partive dhe këto që janë të vogla gjoja janë të njëjtit brumë. Janë të njëjtit fytyrë. Shqiptar, u erdhi koha e juaj. Erdhi koha e realitetit, erdhi koha e shqiptarëve. Lufta në Evropë këto ditë do zjejë. Nuk ka paqe dashur shqiptar. Se janë vrarë miliona fëmijë, janë vrarë miliona njerëz të pafajshëm që jetojnë në për rrugët në të ftohtë pa bukë. Nuk dalohet lufta me Iranin. Jo, me Irak. Irani dashur shqiptar
do të përfundoj. Në lindjen e mesme, ju e s'keni parë gjë, do filloj lufta shumë e ashpër. Janë dy rrugë. Shpëtimi o vdekje e tyre. Amerika, të dashur shqiptar, pavarësisht se fillovi në fillim, nuk u kuptua me njeri tjetrin, po Amerika ka një rregull, ka një disiplinë. Amerika nuk do luftë, do paqe. Sepse lindja e mesme do vriten shumë njerëz. Po Shqipëria do bëhet me kufi natyrore. Po Shqipëria nuk bëhet me shqipfolësit. Shqipëria nuk bëhet me hajdutët. Shqipëria nuk bëhet me parazitët. Po Shqipëria nuk bëhet me njerëz me diploma falso. I këta për 35 vjet që quhen diplomat e plepave, me 3 muaj thot unë jam gjyqtar. Me 3 muaj unë thot jam prokuror. Me 3 muaj ai bëhet ministër, kryeministër. Nuk është më kohë. Ka ardhur koha e të rinjve. Ka ardhur koha e intelektualëve që janë në heshtje. Zgjoni intelektual që janë në heshtje. Sepse gjithë që janë jashtë atë dheut, na ka ndërguar çdo ditë u lodh postieri së sjell dokumenta që duan të vinë e duan zën punë. Thirrja ime është, dashur shqiptar, Shqipëria do shumë intelektual të ri dhe të reja. Duhen ambasadorë, duhen ministra, zvendës ministra, drejtora, duhen kryetar bashkie, duhen kryetar komune, duhen që nga fillimi, është 90-ta, dashur shqiptar, u kam thënë, po disa, sidomos këta zagarët e shqipfolësit, thoshin, po ka ardhur pilin që do na beka neve Shqipërinë. I disa të quajtur aktor, i një agron llaka, një alfabet, një rrugaç. Zej qish do beka Shqipërinë me kufi natyrore. Sepse deri sot kanë ngrënë, të dashur shqiptar, janë tallur me shqiptar, kanë ngrënë ushqim të shqiptarë. Parazit janë për televizor, parazit janë kudo, të quajtur analiste, gazetar, jurist, të quajtur avokat, që kanë mashtruar. Unë u bi disa gjyqtarëve, thirrje, sot. Unë mund t'i nxjerr me emra javën që vjen. Ndaloni, se po i bëni gjyqet, i anulloni çdo ditë. Paguajnë njerëzit para, gjenë borxh, shesën gjaku. Dhe gjyqet nuk janë përfunduar. Nuk janë marrë shtëpitë e tyre. Kanë futur sherr në familje. Gruan i ka dhënë një dhomë, burrit një dhomë, në të njëjtë që të vriten, që të eliminojnë shqiptarët, gjyqtarë. Do kontrollojeni, nuk do lem gjë pa parë. Që kur keni lindur dhe deri më sot, si jeni bërë gjyqtar, si jeni bërë prokuror, si jeni bërë ministra dhe ku i keni parat. Shqiptarët duhet ta dinë me çdo vend parat që janë për bankat janë bllokuar. Janë shumë para të fshehura në përshpit. Shqiptarët janë bërgati. Janë bërgati për të ngritur dhe për të vajtur për të marrë parat. Po ne po i ndalojmë, se do bëhet qeveria. Shqiptarët nuk kanë më çumbasin. I kanë humbitur të gjitha. I kanë humbitur fëmijët. Kanë humbitur pensionin, nuk marrën. Tallën pension. U japen nga $100. Për vete marrë miliona $. Vinë këtu tuaj, grek, francez, tallen me shqiptarë. Këtu nuk ka së liq të dashur shqiptarë. Këtu ka liq vetëm për fukarent. I dënojnë, i burgosin kotë së koti për një dritë.
I burgosën vetëm për të bërë një dritare, një derë. I burgosën sepse fshin balkonin, pse e fshin pa urdhër. Shqillimisht. Shqiptar, nuk keni qeveri, keni patur agentat, shqipfolësit, anti-shqiptar, dhe po t'i llogarish mirë, nuk janë shqiptar, janë të erdhur. Janë çoben, rumun, bulgar, e thonë janë shqiptar. Shqiptar nuk kanë më parti, kanë përfunduar. Edhe këta satelitë e tyre, që kanë hapur koll, centri, do mbyllen që të gjitha. Do mbyllen dhe parat e tyre do t'u jepë shqiptarëve. SPAK, më dëgjon me vëmendje, kryetari i SPAK-ut, zoti Bravo, me gjithë domanin. Nëse ju nuk dilni këto ditë, ju keni drejt të arrestoni ata njerëz që flasin kundra SPAK-ut e kundra personave të SPAK-ut. Nëse është e vërtet ajo që ka thënë Sali Berisha, që ka thënë që qa nuk u ka vënë e në letë shtëpije nuk ashtu, ofendimet më të rënda. Çfarë nuk ka thënë para SPAK-ut, në bank konferencë, mblidhen gazetarët, mblidhen gazetarët që janë të rinj, që si paguajnë fare, tallen, të vjen keq kur i sheh. Kurse ata të quajtur analistë, gazetar, milioner, rresën njerëzit kundra Shqipërisë. Pra shqiptar, shkurtimisht qeverinë teknike ne kemi bërë, ministra kemi zgjedhur, por rregulli, për ta dini dhe ju, është. Çdo ministër që është zgjedhur, do zgjedhen ai që është më i miri. Do jetë në punë ai që është më i miri. Ai që ka diplomë më të mirë. Ai që ka racë e fis më të mirë. E do Shqipërinë. E do Shqipërinë, e do fëmijën e vet. Kjo i ka munguar shqiptarëve për 85 vjet. Pra ne i bim thirrje. E ani sa më parë, ju që keni qenë në Partinë Demokratike, e pat edhe vetë të votime që s'doli asnjëri. Turpi botës, Maliqi, që nuk ka asnjë deputet të quajtur demokrat, 1800 kishin regjistruar. Pra nuk ka më demokrat në PD e në PS dashur shqiptar. Unë u bithiri e një sa më parë, t'i lem minjat, t'i lem minjan shqerrit, përbuzjet, ofendimet, të bashkoheni vëlla me vëlla, sepse Serbia e Grekët, kohët e fundit e kanë bërë, djali ishte me PS-n, baba ishte me PD-n, nipi ishte me Lecin, tjetri me Llakën, me Agron, me këta partitë, pra të dashur shqiptar, e janë. Mos u vizor, e janë të mblidheni bashkë, të jepni dorën njëri tjetrit, sepse që janë prokuror, që janë gjyqtar, jo të gjithë, po përqindja shumë e madhe do arrestohen. Kanë bërë dëm në përgjyqjet, janë të gjitha shënim dashur shqiptar. Ashtu si do të bëni sot dëmin, të lironin kryetare e bashkisë që ka vjedhur, ka shkatruar Tiranën, çfarë nuk ka bërë. Ka arritur martohi burr me burr, grua me grua. Kanë arritur të deformojnë shqiptarët. Po jo. Keni shumë ministra dashur shqiptar, janë të asaj kategorie. Po jo, ne nuk jemi si pjesa e disa të Evropë. Nuk kemi Hollanda këtu ne. Këtu janë shqiptar e do t'jenë e me shekujt e ardhshme. Do martohet vajza me djalin, mashkulli me femër. Kur nuk do lejojmë në tokën e Shqipërisë këto gjë bëhen. Në tokën e Shqipërisë nuk do të ketë kur droga. Këto janë sjellë qëllimisht pa para.
për të leminuar fëmijë të rinjt, për të leminuar kulturën dashur shqiptar. Universitetet janë mbushur plot. Unë po u them profesorëve të Universitetit Tiranës, dëgjoni me vëmendje. Do bani përgjegjësi penale, personale, familjare, që po pengoni studentët të ngrihen. Studentët janë friksuar sepse ju hipni notat keqie. Mos dëgjoni Edi Ramën, profesor, të quajtur profesor. E di të shumtit jeni me diploma falso, që u shonë për televizor. Unë jo. Dhe i di e kanë qenë kapterat e Ramis Aliut. Sot janë bërë profesor. Disa kanë qenë kaptera të ushtrisë, Ramis Aliut, të Enveri. Sot janë analista. I dim të gjitha. Janë bërë jurist. Çfarë nuk janë bërë? Pa diploma. Kudo që të venë, këtu në tokën e Shqipërisë do t'i sjellëm. Nuk do t'i lejmë pa marrësi se janë përpjekur të paguajnë miliona dollar, të kërkojnë strehim. Edi, s'ka strehim për ty. Edi, për ty ka burgu në Amerikë. 27 veta do shkojnë në Amerikë të burgosur dashur shqiptar. Për vjedhjet që kanë bërë, për dëmin që ka bërë kombit Shqipërisë. Me qindra dhe me mira do arrestojnë, nuk kam thënë kot. Janë 1840 deputet për 35 vjetë. Të gjithë do konfiskojnë. Do thuash, po mirë më Pilinçi, si do konfiskojnë të gjithë? Po, do llogariten. Po s'mundet më zotni të bësh ti një vil në tokën e Shqipërisë. E pa mundur pra, që të bësh një vil, ti të punosh në Amerikë, ti mund të hapësh një restorant të vogël, po jo të bësh hotel me 30-40 kate, si këtu, e si në New York. Pra shqiptar, unë po e përfundoj, kështë shumë gjera për thënë për sëri, e kam punën e Greqisë, kryeministër largohu nga Shqipëria, eja po deshe unë këtu jam, sepse ti e di vetë qa turbullim ke 2 ditë nga Turqia. E të shoh që do vetë më vonë. Pra qamëria është e jona, Malizi është toni, Macedonia, jo e veriu, quhet Macedonia, dhe unë i bi thirrje deputetëve dhe partive të Maqedonisë të Strugës, i njoh mirë se është një atize emër me emër, ndihmoni studentët, se do përfundoni edhe ju në përburgjet, ju jini në Nëngrada, shumë shpejt do të u themi, sa në Nëngrada janë në Maqedoni, në Kosovë dhe në Shqipëri. Dhe ambasadori që të vijë i riu, mund t'i shpalli, mund t'i lexoj letrat e Nëngradave. Fjalën e fundit e kam që spak nuk keni më kohë, keni 2 rast. E para, arrestoni Sam Orgjend natën e ditën që janë shumë, për ndryshe, ju do arrestojni dhe do gjykojnë në Amerikë për parat që keni marrë $10,000 në muajt. Janë parat e gjakut të shqiptarëve, janë parat e gjakut të amerikanëve. Pra, erdhte firmost në Amerikë që do qëndroni ligjit komplet, të drejt, do zbatoni ligjin, nuk do pyesni edhe fëmijën që ose e kishe do të arrestonje, po deri më sot ke 3 muaj e gjysmë, gati 4, zoti bravo, letrat i ke mbi tavolinët, po të myken, fjalët i ke për te derës nga Sali Berisha, çfarë nuk po thotë, i e në heshtje, ne e dim punën tënde, ke qenë prokuror në Berat, në Vlorë e Tiranë. Mos dëgjo fisin të do një braho tjetër, po vazhdo punën. Nuk ke më kohë, koha e juaj ka përfunduar, vazhdoni sa më parë, se për ndryshe
populli shqiptar do të heqë zvarr. O të dashur shqiptar që dëgjoni, janë mbi 12 milion që dëgjoni, që shkruani çdo ditë. Ju do të keni në dorë, unë e di që ju e pranoni, a jeni dakord të bëni gjyq popullor. Do të keni në dorë ju, atë që u kanë bërë ju, atë që u kanë përzënë fëmijë, atë që u kanë lënë pa pension. Nuk ka më komunist dashur shqiptar, nuk ka më socialist, nuk ka më demokrat të gënjeshtra që janë në krye, po ka bashkimi Shqipërisë. Bashkoni vëlla me vëlla, bashkoni me lagjet, me komshin. Unë e di që më keni thënë, unë të henën do të them planin se kur të vini në Tiranë. Për të festuar ditën e çlirimit të Shqipërisë nga robëria, nga vjedhja, nga vrasja, unë u bi thirrje të rinjve, të quajtur mafje, që nuk jeni mafje, po u kanë shfrytzuar këta të quajtur qeveritar. Larg për këtyre, sepse Shqipëria ka nevojë për ju. Ju jeni të rinj, ju nuk jeni mafja, nuk ka mafja në Shqipëri. Po këta e bëjnë Kastilje, krijojnë. Këta po vrasin njeri me tjetrin. Ju jeni vëllezër. Pra Shqipëria ka nevojë për ju. Pra largoni për këtyre. Mos mini më fjalë të këtyre, sepse këta kanë përfunduar. Këta nuk kanë më kuven. Vendi këtyre është vetëm burgu dhe asgjë tjetër. Vendi këtyre është burg dhe kurrë s'kan për të dalë. Atë që u kanë bërë ju, të gjithë të rinjt. Bashkoni shqiptar. Bashkoni, ngrini flamur, mbajnë në dorë si që ngritën flamur të Maqedonisë, të Dardanit, shqiptar, kosovar, student, bëuni gati të vini sa më parë kur të lajmërojmë në Tiranë. Studentët e Maqedonisë. Amerika e ka organizuar këto dashur shqiptar, këto demonstrat. Jemi ne që i bëjmë, pavarësisht se s'kemi dalë në skenë. Ne po i bëjmë për shpëtuar Shqipërinë. Këtë flamur që ka mbrapa dashur shqiptar, ky flamur do valvoj edhe shekujt e ardhshëm në tokën e Shqipërisë. Kjo është Shqipëri e Dardanëve, e Ilirëve, që quhet sot Shqipëri. Kjo ka krijuar botën dashur shqiptar. Kjo ka krijuar Evropën. Pra, erdhi koha e jonë, erdhi koha e bashkimit, erdhi koha që mja qatë në për rrugët e botës. Ejani në tokën e Shqipërisë. Pra, shqiptar, edhe po i them ati Dibranit që më tha që unë jam në moshën gati 80 vjetë, a do shoh një ditë të bardhë? Po. E ti eja në Tiranë, ke erdhur këtu në pushim me gjithë zonjën tënde, më the që ka e fëmijë të edukuar në Amerikë, të besova, më the që e Dibran, eja pra të marrësh pasaportën urgjent, po të dojle mos ta japi presidenti i Shqipërisë. Edhe presidenti i Shqipërisë është drejt burgut. Pra dashur shqiptar, kurtimisht, 97% të shqiptarëve, si që kam thënë, do shpëtojnë, 3% ta heqen të zite ullirit ati që kanë bërë juve dhe fëmijëve tuaj. Shqiptarët e mi, miru pafshim, dashur shqiptar, mbani 2 flamurët në dorë. Ky është flamuri i Shqipërisë me shekuj. Ai shini që është i kuq, nuk është komunist dashur shqiptar. është gjaku i shqiptarëve janë vrarë për të çliruar tokën e tyre, që në kohën e Ilirëve, Dardanëve e në kohën e 85 vjet në përburjet, në për kampet e internimeve, në për kooperativa e ferma kanë punuar si slavër. Drejtori i policisë largoi policat nga të rojtur që futët, sepse ne shikojmë shumë se ju. Largoi policat që ke dërguar makinat për para, sot kam parë një makinë të policisë të bardhë, para zyrës të tyre. Ato nuk janë, po të janë për propagandë, për të coptuar Shqipërinë. Shqipëria është e shqiptarëve,
dhe nuk do ketë as të zinj, as spanjoll, as zezak, as francez, po këtë do ketë vetëm shqiptar, dashur shqiptar. Rroftë Shqipëria e kufimi natyror. Bashkohu Kosovë e janë me ne. E di që keni zgjedhje këto ditë. Nuk do keni qeveri, po mos ngritet këtë flamur, edhe këtë flamur. Miru pafshim dashur shqiptar, nesër, unë do jem në orën 1:30 edhe në orën 6. Çdo gjë që keni na shkruani. Fjala ime e fundit është e jani sa më parë. E janë të regjistroheni për ambasador, e janë të zgjedheni kryetar bashkie, nuk dojnë këta që mendojnë, këta dojnë burg, dashur shqiptar. Të gjithë kryetarët e bashkisë do arrestohen, të Vlorës, të Fierit, të Durrësit, të Shkodrës, të gjithë do arrestohen sepse janë SPAK. Për këta i them unë SPAK-ut, hapi letrat që ke në tavolinët, fillo arrestimi që sonte. Sepse ambasadori u a tha, që ambasadori nuk e dinte, po dikush ja tha. U tha, i një gati ju për të arrestuar. Nuk do ketë me korrupsion në tokën e Shqipërisë, nuk do ketë me grek. O grek, mos mendoni se ajo ishte nusja e djalit presidentit. Sa herë është martuar ai edhe prap ka 3-4 ditë që është martuar me një tjetër. Pra, nuk ka punë me në tokën e Shqipërisë, që është e shqiptarëve. Ne jemi në Amerikë, ne jemi në Shqipëri, ne jemi në Evropë, ne jemi kudo. Rrof Shqipëria me kufi natyrore, poshtë tradhtarët shqipfolësit. Rrof Shqipëria. E janë i të rinj të Universitetit Sampar. Profesor, mos e ngacmoni studentët e Tiranës, të vini Sampar, dhe ju, për ndryshe, ju do rrini rrugëve në përburgjet edhe do humni jetën tuaj. Natën e mirë, e më falni që o zjata, natën e mirë dashur shqiptar. Miru pafshim nesër në orën 1:30 dhe në orën 6 darkës. Natën e mirë.